në dorën tonë për ta gjetur një zgjidhje, domethënë nga nisja ose nga konsultimet në përpjekje për ta gjetur një president konsensual tek oferta politike për LDK-n, 4 ministri dhe zëvendës kryeministrin e parë, apo edhe për pozitën e kryetarit kuvendit, qoftë për LDK-n, qoftë për PDK-n, si përgjigje ndaj një kritike publike politike se lëvizja vendosje nuk duhet t'i mbajë të 3 pozicionet kryesore, tek oferta që vetë opozita ta propozoi presidentin duke i dhënë 3 emra dhe ne do ta votonim njërin prej tyre. Domethënë është e pashembull në një demokraci parlamentare që një subjekt politik fiton mbi 51.1% dhe sidomos me një sistem zgjedhor siç është i yni, me një zonë zgjedhore, sistem proporcional që duket i vështirë domethënë një rezultat i tillë, t'i jepet mundësia opozitës që ta propozoi presidentin. Natyrisht që refuzuan dhe në fund nxorëm një kandidate krejtësisht konsensuale, jo politike, jo partijake, me të cilën janë krenuar të gjithë, përfshi edhe opozitën, zonjën Feride Rushitin, dhe u refuzua dhe ajo. Natyrisht ne po shkojmë drejt të kutive të votimit me një, do të thonë, peizazh të qartë politik dhe me pozicione të qarta politike. Në njërin anë partitë politike opozitare, do të thoja sidomos PDK-n dhe LDK-n, se më përshkak se AK roli ka pasur më, le të themi, më simbolik edhe